Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad imamil awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Falënderimet qofshin për Allahun, krijuesin e botrave, krijuesin e gjithësisë, paqja, mirësia dhe begatitë të Madhit Zot qofshin mbi vulën e profetëve, të dashurin e zemrave tona, të përzgjedhurin e mbar pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik dhe mbarta të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, duke e lutur Zotin xhel xhelalu që ta bëjë dhe ne prej tyre. Të dashur vëllezër dhe motra, sot do të ndalim tek një person tepër i spikatur. Një person tepër i veçantë. Sikurse i thonë asaj fjale që pas çdo burri madhështor gjendet një femër, dhe kjo femër nuk është e përcaktuar nëse është nën, nëse është motër, nëse është bashkëshorte, nëse është bi. E rëndësishme është një femër e cila e nxit për në të mira, e edukon për në të mira. Ashtu dhe Saad ibn Muadh, njeriu për cilin profeti sallallahu alaihi wasallam tha, u dridh arshi i Allahut, u dridh arshi i Allahut për vdekjen e Saad ibn Muadhit, dhe kur e kanë komentuar dietarët e Islamit këtë frazë që është dridhur arshi i Allahut, froni i të Madhit Zot, për vdekjen e Saadit, kanë thënë nga përmallimi, pra jo nga pikëllimi, por nga përmallimi, që Saad ibn Muadh, kjo krijesë e Zotit, shkon për tek Zoti i gjithësisë. Dhe Saad ibn Muadh ka një nën e cila quhet Kebshe binti Rafi'. Kebshe binti Rafi', e njohur me epitetin e saj Saad. Pra ashtu njihej dhe ashtu shkruhet edhe në dhënat dhe referencat tona islame, Saad. Do të ishte viti 12 i profetësisë. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se Medinasit të cilët kishin frekuentuar haxhin në vitin e 11 të profetësisë, kishte prej tyre 12 persona të cilët e kishin pranuar Islamin, në vitin e 12 të profetësisë i dërguar i Zotit sallallahu alaihi wasallam, për herë të parë në historinë islame, pra në historinë islame që daton me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe jo para tij, dërgon në Medinë një ambasador, dhe ky do të jetë Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair do të jetë ambasadori i parë në Islam. Dhe do të instalohet në Medinë, do të vendoset, do të jetojë në shtëpinë e sahabiut të nderuar Es'ad ibn Zurara. Es'ad ibn Zurara do të jetë djali i tezës së Saadit radhiyallahu anhu, ose djali i motrës së personazhit ton Kebshës. Dhe do të ketë një bereqet jashtëzakonisht madh prezenca e tij atje. Mus'ab ibn Umair do të jetë personi i cili do të marrë mbi shpatullat e tij përgjegjësinë e thirrjes islame dhe përcjelljes së mesazhit profetik dhe përcjelljes të mesazheve të Zotit xhel xhelalu në Medinën e ndritur. Vjen Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, pra djali i tezës së Es'ad ibn Zurarës. Vjen dhe ai si shumë Medinës të tjerë, i cili ishte nga familja Beni Abdil Eshhel, ose fisi Eus, pra Medineja për ta kuptuar, kishte dy fise kryesore, Eus dhe Khazraj. Dhe këto dy fise që është e vërteta nga gara e shumë që kishin me njëri tjetrin, kishin përfunduar dhe në konflikte të mëdha. Pra para ardhjes së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, ato gjendeni në konflikte me njëri tjetrin. Dhe shkon Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu tek shtëpia e Es'ad ibn Zurarës për të dëgjuar tashmë për Islamin, dhe sapo dëgjon për Islamin, i bindet zemra dhe i çelet kreharori duke e pranuar ato. Shkon Saad ibn Muadh, aso kohë në moshën vetëm 31 vjeçare, i cili ishte i pari i fisit të tij, pra ishte në ndërparinë e fisit të tij, dhe mbledh fisin e tij, Beni Abdil Eshhel, pra fisi Aus, barku i Beni Abdil Eshhel quhet, pra i mbledh të gjithë dhe thot, si më njihni ju mua, pra për çfarë njeriu më njihni? I thonë, nuk ka dyshim se ti je më i mirë jon. Ndaj të kemi zgjedhur që ti jesh i pari jon. Thot, a do mbindeni në atë që unë them? Thot, patjetër nuk e bëjmë llafen tënde dysh. Atëherë thot, dijeni se unë e kam pranuar Islamin, jam bërë musliman. E kam pranuar me bindje të plot dhe betohem në Zotin e gjithësisë.
se nuk do t'i flas asnjë burri dhe asnjë gruaje prej jush, nëse nuk e pranoni Islamin, dhe do t'jetë barku i parë Medinas i cili do t'a pranojnë që të gjithë Islamin, pra një ndër bereqetet më të mëdhaja. Të njëjtat fjalë ja tha dhe nënës tij, dhe ajo pranon Islamin. Pikërisht zoja e nderuar Ummu Saad Kepshe pranon Islamin. Kepshe do të ishte nënë e 6 fëmijëve, ku 2 prej tyre do t'i sakrifikonte në rrugën e Allahut subhanahu wa taala duke rënë dëshmor. Vjen profeti alayhi salatu wasalam në Medinë, por para ardhes së dërguarit Zotit, Kepshe, si për treguar domethënë se me kë kemi të bëjmë, me çfarë zonje të nderuar kemi të bëjmë, kërkon që Musabi tashmë të vjeri në shtëpinë e tyre dhe nga aty të realizohet thirrja islame. Pra, i gjithë ai procesi i thirrjes në Islam të nisi pikërisht nga shtëpia e tyre. Dhe ashtu ndodhi. Me ardhjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ajo do të ishte në taborin e parë në pritje të dërguarit Zotit. Ndaj e përshkruan sahabiu i nderuar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardhen e dërguarit Zotit në Medinë duke thënë: aty dolën burra, gra, fëmijë dhe të moshuar, që të gjithë për të pritur të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe profeti alaihi salatu wasalam i gëzuar prej tyre drejtohet duke thënë, pra ngren duart nga qielli duke thënë: o Zot, unë i dua këta. Pra kur thot i dërguari i Zotit dhe drejtohet me lutje që o Zot, pra i dëshmitar që unë i dua këta, pra dua i dhe ti o Allah, pra bjeru ambar, zbrit bereqetin dhe begatin tënde mbi to. Nuk do të kalonte shumë kohë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam do të niste procedurat e zbatimit të ligjit të Allahut subhanahu wa taala në qytetin e Medinës, ose në themelimin e shtetit të parë atje. Pasi kishim disa fise, por 2 që ishin më kryesorët, Ausi dhe Khazraj, dhe nuk kishim një të parë të gjithë kësaj perandorie apo të gjithë këtij qyteti. Dhe i pari do të bëhet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këtu ka ndodhur dhe një beslidhje të cilën e përshkruan dhe Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e tij famlar, ku thot: o ti i dërguar, e kur të vinë ty ato besimtarët, e kemi të cilësuar në këtë beslidhje për besimtarët, yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'a, të t'japin besën ty se nuk do t'i bëjnë shirk Allahut, wala yaznin, nuk do të kryejnë immoralitet, wala yasriq, nuk do të vjedhin, wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna, nuk do t'i vrasin ata fëmijët e tyre, dhe nuk do të kundërshtojnë ty, pra do të binden ty, fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah, ti jepu besën, pranoje besën e tyre dhe kërko falje për to. Kjo zonjë nderuar ka nderin që do të jetë zonja e parë e cila do t'i japi besën profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këto pika të cilat i kërkoi Zoti i gjithësisë për gratë posaçërisht. Normalisht këto do të ishin edhe për burrat, por kjo është beslidhje që është kërkuar grave dhe kjo do të jetë zonja e parë e cila do t'i japi besën të dërguarit Zotit. Dhe nëse tregon për diçka, tregon se çfarë vullneti kishte kjo në zbatimin dhe në garimin për në punë të mira. Dhe jo më kot do të ishte Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, një prej atyre i cili garonte për në punë të mira. Në betejën e Bedrit, zonja e nderuar do të kishte të 2 fëmijët e saj aty, ose 2 djemtë e saj aty, Saadin dhe Amrin, dhe priste me padurim lajmet nga lufta ku në këtë betejë, domethënë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam triumfoi ndaj kureshitëve dhe mushrikinëve të Mekës mbar. Në betejën e Uhudit sërish do të kishte të 2 djemtë e saj aty, por tashmë njëri prej tyre, pikërisht Amri, do të binte dëshmor në këtë betejë. Dhe nga barku i Beni Abdil Ashhal do të ishin plot 12 shahid. Në betejën e Uhudit do të kishim 12 shahid për kësaj familje. Dhe do të kishim plot 30 të tjerë të plagosur sërish nga kjo familje. Pra, nëse tregon për diçka, tregon për numrin e tyre të shumë që e kanë pranuar Islamin, pra të gjithë, dhe tregon dhe për aktivizimin që ata kishin në bindjen ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij, duke u përgjigjur të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe vjen lajmi që tashmë ka shumë të rënë nga kjo familje, dhe nëna e cila pret se çfarë po vijnë lajmet e luftës. Dhe vjen lajmi që Amri ka rënë shahid.
Pra djali i saj Amri ibn Muad ka rënë shahid. Mirë po në të njëjtën kohë ishte përhapur lajmi sikur i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam, edhe ai ka rënë shahid, është vrarë. Dhe kur vjen lajmi se i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam është gjallë, ajo thot çdo fatkeqësi pas selametit, pra pas të qenit të dërguarit Zotit alayhi salatu wasalam shëndoshe mirë, është e lehtë, mund ta përballojmë pra bashkë me ta. Tu ka ndodhur dhe diçka tepër e bukur në mesin e gjithë këtyre dhimbjeve, dhe thash që në fisin Aus dhe në barkun e Beni Abdil Eshhel do të kishim plot 12 dëshmor. U dëgjuan gratë të cilat qanin të rënët e tyre në këtë betejë. Dhe profeti alayhi salatu wasalam, i cili tha, dhe e cilësova thash e qara e tyre, jo vajtimi, po e qara e tyre, i cili tha, nuk ka kush ta qaj Hamzain. Pra në këtë betejë kishte rënë dhe xhaxhai i profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Këtu Saadi radiallahu anhu, i cili e dëgjon diçka të tillë prej profetit alayhi salatu wasalam, shkon dhe ja kumton nënës së tij, nënës e cila kishte fëmijën e saj të rënë në këtë betejë. Dhe i mbledh nëna e tij gratë të cilat kishin të rënë në këtë luftë, dhe shkojnë tek shtëpia e Hamzait radiallahu anhu, dhe dëgjon profeti alayhi salatu wasalam që në shtëpinë e Hamzait tashmë kemi të qara. Dhe thot, çfarë është kjo? Dhe i tregon Saadi radiallahu anhu. Në mesin e kësaj dhimbje profeti alayhi salatu wasalam, pra përzihet ajo dhimbje me një farë gëzimi e saj që edhe në këto çaste dëshirojnë të qëndrojnë pranë të dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe si i thon një fjalë, musibeti, fatkeqësia, me miq dhe me shok, kalohet më lehtë. Pra njeriu në ato çaste ka nevojë që të qëndrojë dikush pranë. Dhe i thot profeti alayhi salatu wasalam, Zoti qoftë i kënaqur për jush, dhe largohet gjithsej i cila për në shtëpinë e saj, mirë po duke na thënë Saad se nga ajo ditë, sa herë që u qante dikush në Medinë prej muslimanëve, u qante edhe Hamzai radiallahu anhu. Pra qanin edhe për Hamzain, kjo sepse i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam kishte thënë, pra nuk jam pikëlluar për vdekjen e ndokujt, edhe pse 6 fëmijë ka varrosur me duart e tij, sikur se jam pikëlluar për vdekjen e Hamzait radiallahu anhu. Ndaj dhe ensarët medinasit dëshironin që të mirën dhe në të mirë dhe në të keq të jenë pranë profetit tyre Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Vijon jeta për këtë zonjë ku nuk e dim se çfarë fsheh caktimi i Allahut për ne. Mirë po diçka e besojmë fort dhe duhet ta ngulisim fort në zemër dhe në mendje. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ju mund ta urreni diçka, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, por të jetë në të mirën tuaj, ajo e cila ju ndodh. Mund ta dëshironi diçka, por të jetë në dëmin tuaj, Allahu e din dhe ju nuk e dini. Pra e lakmon diçka dhe nuk ndodh. Mos u pikëllo, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka fshehur më të mirën për ty. E urren diçka, mirë po ajo ndodh, edhe pse ti nuk e dëshiron atë. Është sërish e mirë për ty, pra këtë ne e besojmë. Dhe në atë që njihet ndryshe si beteja e Ahzabëve ose lufta e Hendekut, ku Medineja e ndritur rrethohet nga mira mushrikin, dhe profeti alayhi salatu wasalam është në krye të 3000 besimtarëve, dhe pakti që ka bërë me hebrejt e Medines është i rrezikuar sepse po bënin një pakt të fshehtë me kurejshitët. E përshkruan zonja e nderuar këtë çast Aisha radiallahu anha, ku thot na mblodhi profeti alayhi salatu wasalam në kullën e Harithit. Thot aty ishim bashkë me Saad, dhe e kam parë, thot, Saad ibn Muad, dhe Saad ibn Muad është quar, pra për nga fiziku i tij, fizionomia e tij ka qenë njeri i gjatë. Thot e kam parë se si ishte i veshur me parzmore, por parzmorja ishte e shkurtër, dhe i thash, thot, nënës së tij, sikur të kishte qenë më e gjatë kjo parzmore. Dhe nga aty, pra, duke qenë caktimi i Allahut subhanahu wa taala do të finalizohet, thot pikërisht nga pjesa ku nuk ishte e mbuluar,
që nuk posedonte parzmorën, aty e ka goditur në aortën e tij një prej mushrikinëve, Saadin, pra me shigjet nga larg, duke i shkaktuar dhe vdekjen në të ardhmen. Ndërsa në këto çaste nëna e tij, Saad, i drejtohet duke i thonë Orbir u vonove. Pra shpejt nisu dhe bashkoju profetit alayhi salatu wassalam. Plagoset Saad ibn Muadhi radiallahu anhu në betejën e Hendekut. Dhe i lutet Allahu subhanahu wa taala që Zot, nëse akoma ka luftra dhe profeti alayhi salatu wassalam do të sulmohet dhe ka nevojë për ndihmën time, o Zot, më jep jetë. Në të kundërt, o Zot, më merr tek madhnia jote. Pra shikoni se çfarë sinqeriteti kishte me Zotin e gjithësisë. Thotë dhe ka gjykuar në mesin e hebrejve të cilët tradhtuan të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, dhe pas kësaj ka ndruar jetë, pra, dhe ka shkuar në kënaqësinë e Zotit të tij. Dhe këtu Saad për herë të dytë do të përjetoj humbjen e fëmijës së saj, një humbje e cila shoqërohet me përgëzimin profetik, ku një ditë prej ditësh tha në mesin e shokëve të tij, kujt i vdesin 3 prej fëmijëve të tij dhe ai bën durim për hir të Allahut subhanahu wa taala, ai e ka fituar xhenetin. I tha dikush i dërguar i Zotit, po 2, tha edhe 2. Tha sikur ta kisha pyetur që po një i tillë. Pra Saad i ka përcjell 2 fëmijë para largimit të saj prej kësaj bote, me durim, me pajtueshmëri të plot në caktimin e Allahut subhanahu wa taala, pasi ai është i cili jep, ai është i cili merr. Nuk kemi ardhur me dëshirën tonë në këtë botë, ndaj nuk na takon të kërkojmë të finalizohet dëshira jonë për caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Bëri durim gëzoi nderuar dhe në vdekjen e Saadit tregoi durim dhe pajtueshmëri me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, për të larguar edhe jo shumë kohë më vonë nga jeta e kësaj bote, por duke marrë me vete titullin nëna e dëshmorëve, duke marrë me vete titullin një prej grave që ishte e kënaqur me të Allahu dhe i dërguar i tij. Elusim Allahun subhanahu wa taala të jetë i kënaqur me mbar sahabët dhe tabiinët, me ne të ngratët dhe të na përdori për mirë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.